U kërkova disa herë dhe u troqa vëmendjen në thonjza që kjo mbledhje drejtohet mirë, në çfarë kuptimi? Po kthehet në një mbledhje debati gjithmonë midis tre persona. Domethënë, Atirdi që e respekton institucionin, Gjergji që ndërhyn kudo, dhe pastaj më duhet mua të përgjigjem kudo. Dhe nuk po kuptojnë as këshilltarët as qytetarët asgjë. Unë kam shumë respekt për institucionet në përgjithësi dhe për këtë institucion jashtëzakonisht shumë, se nuk është vetëm institucion qendror vendimarrës, por është një institucion që e ndjekin dhe qytetarët dhe marrin vesh se çfarë bëhet me taksat e tyre në fund fare. Por nëse do të vazhdoj kjo kakofoni, është mirë pastaj që të dali gjithë pjesa tjetër, edhe të zihem vetëm unë ose debatoj, se zihem është fjalë e keqe, unë, Gjergji dhe Atirdi, mos marri vesh njëri dhe të futen tjerët në votim pastaj se kështu nuk vazhdohet. Domethënë, e kërkova që në fillim dhe thash, ka ardhur një propozim, të dëgjojmë pak drejtorët, se dhe unë kam pyetje dhe paqartësitë e mia, ti dëgjojmë pak. Domethënë, ta relatojnë mirë më çka kanë sjellë dhe çka kanë ndërmend. Dhe nuk është nevoja e ka dikush në mendje se çfarë ka ardhur, e di mirë dhe se e ka lexuar dhe e ka studiuar, por se ka qytetari dhe të hidhet në agresivitet direkt duke e kundërshtuar. Drejtori nga ana tjetër pastaj hidhet nga vendi dhe i jep përgjigjen po atij dhe krijohet një kakofoni që në fund fare nuk po merret vesh. Ka kohë për pyetjet, ka kohë për shtjellimin, ka kohë dhe për diskutimin. Këta vend direkt të diskutimit dhe nuk po e kuptoj. Tani ta drejtoj mirë dhe të marrin vesh gjithë. Ka ardhur ky projekt vendim. Propozohen këto gjëra. Je si dakord mbahet për në fund. Në fund fare secili dhe kryetarët e grupeve bëjnë diskutimet e tyre dhe japin mendimet e tyre. Po mbahet për në fund, çfarë diskutohen që në fillim dhe kthehet në një muhabet kafe nga kryetarit e drejtori e tjerë me radhë. Tani edhe un kam të mia, po do i them në fund. Me që unë nuk e respektoj institucionin, po e marr radhën tani. Ajo që unë diskutoj, në qoftë se është për të respektuar institucionin, në radhë parë duhet të respektojmë ligjin. Që këtu fillon. Dhe unë po them, po më respektoj institucionin tani. Zoti Nika, Zoti Moçka, respektoj se e lanë që do respektojmë institucionin. A mund t'ju them diçka? Jo. Jo, pra jo të respektoj. Po më thuaj. Po. Drejtori juridik tani u bashkua nga ana ligjore, mund ta japja sqarimin dhe më pas vijojmë nga ana ligjore. Po ta them unë se jo. Sepse drejtori juridik është në zbatim të ligjit, jo në argumentim të ligjit si i do qefi ati. Ligji nuk e lejon, o të nderuar këshilltar, të nderuar qytetar, i nderuar drejtor, i nderuar kryetar, ligji për KQZ-n nuk e lejon që të futen investime shtesë të buxhetit, as edhe 1 cent, gjithashtu edhe ato 3 rrugët të cilat janë. Pse nuk e lejon? Sepse të gjitha këto që po vendosen janë burim fushate. 3 rrugë që janë premtuar, se ne shikojmë televizor që Pirovëngu bredh poshtë e lartë në për ato rrugë që ju i vendosni prioritete. Tani më na tregoni teorira tani, se s'dua të flas më shumë. Nuk e lejon ligji KQZ-s. Ky diskutim për zërat shtesë nuk duhet të vazhdojë më tej. Në qoftë se ata duan t'i votojnë, le ta votojnë. Zoti Nika, mund ta dëgjojmë drejtorin. Prioriteti nuk është buxhet, nuk ka vlerë. Jo. Vjen në fund maj dhe do të çartuar, më lëm. Në fund të maj vjen buxheti dhe do e lëm kodën. Zoti Nika, ju lutem, zonja, ju lutem. Po me radhë. Zonja kryetare, tani sa i përket meqense kryetari i grupit të këshilltarëve socialistë Zoti Moçka kërkoi që kjo mbledhje të drejtohet, unë jam absolutisht dakord, po mendoj që ne do t'i diskutojmë këtë projekt vendime dhe ne e dëgjuam me vëmendje drejtorin kur paraqiti projekt vendimin. Ne nuk ndurym. E dëgjuam dhe tha që ne kemi 2, 3, 4, 5 pika që ata mendonin që duhet. Normalisht argumentat që ne sjellim mbasi është bërë paraqitja e projekt vendimit janë argumentat të cilat ne mendojmë që edhe kolegët socialistë, edhe ne të opozitës ti themi këto argumenta për të arritur deri në një farë mënyrë, në një farë konkluzioni që këta zotrin të tërhiqen nga ky projekt vendim, sepse ky projekt vendim ka shkelje ligjore. Përveç shifrave të fryera që sapo përmendëm. 65 milion website-i. 60 milion zero ditë. Japim pak fjalën drejtorit juridik të na sqarojë. Po për çfarë? Një sekond zonja kryetare. Prandaj sepse nuk ka folur dhe duam ta dëgjojmë. Juve e keni të qartë, po ndoshta këshilltarët e tjerë, ata që na ndjekin nuk e kuptojnë nga ana ligjore gjën apo ligji. Unë nuk doja ta përmendja. Kjo e para njëra, atë që tha Zoti Moçka është ofendim për këshilltarët, nuk e kuptojnë. Çfarë do të thënë kjo nuk e kuptojnë? Këshilltarët duan të dëgjojnë versionin e drejtorit që ka sjell këtë projekt vendim. Të lutem ta mbaroj argumentin. Meqense tha, dhe
jeni të dy në të njëjtën val diskursi, thoni mas e ka këshilltar që nuk e kuptoj. Jo, duan dhe këshilltarët të dëgjojnë drejtorin dhe më pas të vlerësojnë. Atëherë mbrim te konkluzionit drejtimit të mbledhjes. Ka një procedurë, paraqitet projekt vendimi nga propozuesi, që në këtë rast ishte drejtori i financës dhe është bashkia, përfaqësuesi bashkisë. Diskutojnë këshilltarët, nëse këshilltarët kanë pyetje për drejtorin juridik apo në një drejtori tjetër, atëherë drejtori juridik jep. Po nuk e dëgjova, ti them base, nuk dëgjova që të kishe ndonjë pyetje. Mora fjalën Ingrida e thashë të relatoj dhe urbanistika për preventimin dhe drejtori juridik se janë i paqastë. Ore ti ke gjithë të drejtën të bësh pyetje, ke gjithë të drejtën. Po nuk dëgjova që të kishe ndonjë pyetje juridike, zoti Moçka. Të lutem, mikrofonin tek. Mirë, okay, kërkoj ndjes, nëse se kam pasur. Po ju duhet jeni të kujdesshëm me ato çka thoni, që të mbase ju jeni të qartë, po këshilltarët të tjerë janë të paqartë. Ky është ofendim ta. Këshilltarët e kanë gjithë projekt vendimet se kanë marrë pjesë edhe në komisione, po janë edhe të njohur me projekt vendime. Po e kemi kaluar të fazë zoti Moçka. Zoti Moçka, ne kemi ta përfundoj. Ne jemi këshill që funksionojmë mbi bazën e komisioneve. Janë mbledhur komisione në të cilët janë pjesëtar dhe nëse këtu mungon në një kryetar komisioni i cili në bazë të rregullore, siç i tha dhe juve, sa i përket drejtimit mbledhjes, nuk ka ardhur sot që të bëj relatimin përkatës, se duhet ishte kryetari i komisionit o kandidati juaj për deputetor, ai që në playmakeri që keni ju, bëhet dhe jurist, edhe urbanist, edhe se keni. Tani çfarë të bëj? Unë kam fajin. Të lutem. Se kam më fajin. Atëre fjala për drejtorin juridik. Për Giro d'Italia flasim. Për Giro d'Italia. Po. A mundem të lutem, do më dëgjoni pak të lutem. Dakor, do ta sqaroj, po të bëj një pamje të përgjithshme. Atëre, ju lutem këshilltar. Atëre më falni. Atëherë të nderuar këshilltar, ju lutem të dëgjojmë drejtorin përkatëse. Atëherë doja të diskutoja diçka për Giro d'Italia, ju lutem. Atëherë, aktiviteti Giro d'Italia është një aktivitet që ne duhet jemi shumë të nderuar që do vendoset në qytetin tonë për një ditë. Dhe kjo ditë përkon pikërisht me ditën e zgjedhjeve, që realisht është 2 ditë mbas përfundimit të fushatës elektorale. Pra, nëse fushata mbyllet në datën 9, në datën 10 është testi zgjedhore, në datën 11 është procesi i votimit, unë e quaj të përfunduar fushatën zgjedhore në datën 9 dhe kështu që çdo aktivitet që do të kryhet në datën 11 është jashtë procesit të zgjedhjeve elektorale apo fushatës, siç mund t'i themi. Realisht, ky është një aktivitet i cili do të shikohet nga 800 milion shikues. Dhe qyteti jon duhet jetë i përgatitur, qoftë nga ana logjistike, qoftë nga ana aktiviteteve, që do të kryhen atë ditë në mbështetje të qytetit ton. Çdo gjë do të kryhet për të rritur vizibilitetin e Vlorës turistike, jo për të mbështetur në Giro d'Italia, se ata tashmë e kanë brandin e tyre, emrin e tyre, shikuesit e tyre, gjithë logjistikën e tyre gati. Ne, sido që të jetë, dhe me një konsulencë që kemi marrë nga Kryeministria dhe nga Ministria e Kulturës edhe nga Meki, dhe nga Ministria e Sportit dhe Arsimit, pra ne duhet të kemi aktivitetet tona gati që ne të rrisim vizibilitetin ton turistik. Pra, të gjitha kamerat e botës që do të kalojnë atë ditë në Vlorë të kenë pamje njërin më të bukur se tjetra për të parë. Realisht, nuk ka rëndësi tani çfarë do janë aktivitete të ndryshme që do të kryen. Ministria e Kulturës ka dhënë 7 milionë euro ti tregon. Ministria e Kulturës nuk e di unë. Të lutem ta lejojmë drejtoreshën të përfundojë. Zoti Nika, ju lutem të respektojmë drejtorët. Më fal, unë kur flas me të edukat. respektojmë të mbaroj referimin, të lutem. 6 milion lek. Se kishë i bezuar e të gjuar, mëse një keni, më kanë atë ditë para informacion. 6 milion lek nuk janë vetëm për aktivitete artistike dhe kulturore, janë edhe për mbështetje në infrastrukturë, sepse është evidentuar çdo grop, po nuk do shtrojë rrugët, do të rregullohet dhe do të mbështetet infrastruktura në mënyrë që
Patjetër që do të mbështetet, sepse ata kanë evidentuar çdo grop. Jo, tani unë nuk kam se si t'ju sqaroj. Nuk është infrastrukturë, zotri, është mbështetje logjistike për të gjithë xhiron. Nuk është infrastrukturë. Ministria e Kulturës ka dhënë 7 milion euro për këtë eveniment. Ministria e Kulturës në Bashkinë e Vlorës nuk ka kaluar asnjë fond për këtë eveniment, asnjë fond. Këto janë fondet tona që ne i vendosim në dispozicion. Unë nuk e di se nuk përgjigjem për ato. I nderuar drejtor, ju lutem fjala për ju. Sepse ka thash, hajde të diskutojmë në komision dhe të shkoqisim, më the, hola për mbledhjen. Diskutojmë në komision dojë. Atëherë ju lutem të bëj dhe drejtori juridik referimin e tij dhe më pas vijojmë. Shiko, ç'ke burti? Jo, dy fjalë do them se nuk normalisht kjo është pak teknike dhe nuk duaj që të se me qenë se dhe gjithçka e politizoni, tu s'ka lidhje me politikë. Të lutem, unë s'të ndërpreva. Kandidat, nuk të ndërpreva. Kandidat, nuk të ndërpreva. Do fitosh, jam i sigurt. Nuk kemi qenë asnjëherë kundër për gjëra në të mirë qytetit dhe të mirë turizmit. Po. Asnjëherë kemi qenë kundër. Sa vota do bësh? 900.000 euro kaluam në buxhet. Kandidat, ja vetëm një kësht, zoti kandidat, dëgjoj. Zoti kandidat. Jo, flas në tani po flet kapacitet politik. Dëgjoj, o Gjergji, të lutem Zoti Nikaj. Zoti Nikaj. Turoj fitoren, sinqerisht, domethënë, sepse e meriton. Dëgjoj. Them se e meriton. Është në listë të mbyllur? Si është në listë të mbyllur është Gjergji, se nuk e dia. Listë të mbyllur ja, se nuk më fal. Në listë hapur. Shumë mirë. Jo, po pyesja kot se nuk e dia. Turoj suksese gjithsesi. Tani, këtu nuk ka politik. Këtu nuk ka po ç'kemo nuk është muhabet për nuk është bita 35 vite, kam përshtypjen që të gjithë duhet ta kenë krenari që po bëhet një event i tillë. E para është një event që ndiqet në gjithë botën, 200 vendet botës do ta transmetojnë live këtë aktivitet, nuk është gjë e vogël, është një praktik në fakt që është vendosur nga organizatorët, po flas për Xhiron e Italisë, që ta aplikojnë me shtetet tjera. Është aplikuar në shtetet tjera, ne kemi bërë atë kërkesën tonë, kemi aplikuar dhe shqyr që e kemi fituar. Pra në kuptimin që kjo nuk është diçka që ka të bëjë me të majtën apo me të djatën, ka të bëjë me gjithë Shqipërinë, se ne mundojmë të promovojmë Shqipërinë si destinacion. Sa i përket pjesës së 60 milionshit është shumë pak. Është shumë pak sepse normalisht ka dhe angazhim, qoftë logjistik, po qoftë edhe për të krijuar evente për gjatë gjithë po themi itinerari që do të bëhet për këtë aktivitet, që fillon që nga Teatri Petro Marko, ka gjithë lumin e Vlorës, shkon në Imar, kthehet nga Llogaraja dhe përfundon pastaj me rrugën e Radhimës dhe përfundon te Lungomare. Tani jo një sekond. Jo. Tani se nuk dua të bëj fushat këtu sepse do ta marrin sikur bëni premtim. Më dëgjoj, ja ta mbaroj Tirdi. Dhe ideja është, ki parasysh që gjithë ky itinerar duhet të ekspozoj diçka edhe pak të rregullt në gjithë aspektin e vet, sepse janë dhe kërkesa nga organizatorët. Mos e mendoni që ne thjesht u zgjuam sot në mëngjes dhe themi do shpenzojmë ca lekë, se duam ne të shpenzojmë. Absolutisht, sepse 60 milion lekë të vjetra nuk janë asnjë gjë sa i përket feedbackut që ne marrim apo të mirat që ne marrim nga ky lloj promovimi. Themi gjërat siç janë. Pra po ka mbetur Vlora për 60 milion lekë të vjetra, më mirë mos bëjmë me asgjë. Hajde bëjmë debat tamam konstruktiv, se ky nuk është debat konstruktiv. Ky është hajde të bëjmë çik politik këtu. Prandaj po them, do ketë evente patjetër, po bëhet një seri eventesh, ne jemi koordinim dhe bashkëdim plot me gjithë grupin organizator nga pala shqiptare dhe gjithmonë duke u bazuar në kërkesat që kanë organizatorët në Itali për ta bërë këtë event në Shqipëri. Pra nuk shikoj në një hall të madh këtu, se nuk po flasim për miliarda, patjetër që edhe Ministria Përkatëse në Shqipëri ka vendosur një buxhet caktuar sipas edhe kontratave që lidhen me organizatorët italian, por është për gjë tjetër komplet, nuk ka lidhje. Por ama çdo bashki që bëhet pjesë e këtij itinerari duhet të ketë edhe një kontribut direkt vet.
marr ato masat që duhet të marr. Do ketë evente, do ketë gjithë ato evente për gjatë gjithë. Do ketë një ekspozim edhe të pjesës, po flasim historike që ne kemi, që ne mbartim, dhe patjetër që duhet të ekspozuar siç duhet gjithë ky proces. Pra nuk e shikoj si problematik. Sa i përket pjesës e lejon apo se lejon KQZ-ja, keni gjë parasysh, unë nuk jam jurist, po do ta them. Në fakt nuk është se është deklaruar që ky event do të bëhet sot. Kontrata ju e mbani shumë mirë mend, është bërë dikur në dhjetor, apo jo? Dhe pastaj ne filluam me pjesën logjistike. Po ta dini më parë se sa do të ishte angazhimi financiar, patjetër do kishim kaluar edhe më parë. Më kupton? Se kam dëgjuar edhe një debat nga komisionet që mund ta kishte kaluar që në dhjetor. Po ende nuk ishte bërë kontrata gati dhe ne nuk e dinim realisht çfarë angazhimesh lindnin nga kërkesat që kanë organizatorët. Më kupton? Tani po ta shikosh nga ana njerëzore, unë mendoj që është diçka që nuk ka asnjë problem. Pra nuk ka këtu as background që diku do abuzohet me këto fonde, po ne vendosim 60 milionë, mund të përdoren edhe 30, dhe 25, dhe 40. Mbase nuk përdoren të gjitha, po të paktën jemi të përgatitur për më të keqen. Dhe duhet i bëjmë gjërat siç duhet. Paktën kështu e shikojmë ne. Nuk e di pse gjithë ky debat për këtë event. Mirë, kryetar, faleminderit. Fjala për drejtorin juridik, mbrapa për zotin Hoxha. Jo, fjala për drejtorin juridik fillimisht. Të lutem. Të lutem, këshilltar. Po, patjetër. Zoti Hoxha, fjala për drejtorin juridik. Përsa i përket kufizimeve që përmendët në fjalën tuaj, normalisht është një marrëdhënie e gjithë veprimtaria përpara fushatës zgjedhore, është një veprimtari e cila rregullohet nga Kodi Zgjedhor. Dhe praktikisht në zbatim të Kodit Zgjedhor, KQZ-ja ka nxjerrë dhe vendimin numër 9 të 2020-s, ku parashikohen të gjitha veprimtaritë ndaluara, mënyra e financimit të tyre dhe mënyra se si do të procedohet për verifikimin dhe kontrollin e tyre gjatë kryes veprimtarive. Normalisht po ta shikosh në kuptimin e ngushtë, VKM-n vendimin e KQZ-s presupozohet ose në dukje i bie që pushteti vendor dhe pushtetet lokale të pezullojnë të gjithë veprimtaritë e tyre. Normalisht qëllimi patjetër që është miratuar, qëllimi i të gjithë vendimit që kanë nxjerrë KQZ-ja është që të gjitha veprimtaritë që kryen të mos kenë ngjyrime politike apo të jenë në funksion të një partie politike apo të një kandidati të caktuar. Po ta kishit dëgjuar projektin, siç do ta prezantonte drejtoresha, në thelb të gjitha ato spotet që do krijohen nëpër pika të caktuara, nuk do të shërbejnë për prezantimin e punëve të bashkisë apo punëve të qeverisë. Do të shërbejnë për prezantimin e Shqipërisë në kuptimin traditat, zakonet, ushqimin diku. Kështu që në këtë këndvështrim nuk bien fare në kundërshtim me dispozitat ndaluese të Kodit Zgjedhor, i cili në vetvete Kodi Zgjedhor nuk parashikon asnjë ndalim për zhvillimin e aktiviteteve kulturore, sportive edhe sociale.